Fare pak mbi varrezat e Tofinës, në kryeqytet, ndodhet fshati me të njëjtin emër. Është një vendbanim i vjetër, dikur me shumë banor, por që sikudo është kurrëndjeshëm nga largimi i tyre. Por këtu veç problemeve të zakonshme, një ndër arsyet kryesore që po e shuan fshatin Tufin lidhet pikërisht me varrezat. Prej kohësh tashmë të gjallët, po bashkëjetojnë me të vdekurit dhe gjërat po mendohet të shkojnë edhe më tej. Zgjerimi i mëtejshëm është një problem shumë i madh. Neve na marrin tokat, na shemin shtëpiat. Këtu janë 1 hektar tokë. 1 hektar tokë, ja e maksimumi 6 muaj. Po mos 6 muaj, ku do shkojnë këto? Pastaj edhe një llaf që na kanë thonë deputeti, deri këtu do vinë. Tash deputetin ne nuk e njohim më. Deri tani e njoftëm, mori dhe votat. Tani që i themi ne për të ardhur se po na shemin shtëpiat, thotë nuk kam punë më unë. Fëmijët vit për ditë në kam, 2 herë në ditë. Po shkolla, këto si po shkolla? Kalëm të shkollat, shohim varrat. Se kështu është. Ja për shtëpis, ja absolutisht jo. Ju jeni të pas jashtë gazetar, tu s'ka ardhur asim me pyet, për diçka. Unë ka 25 vjet që jetoj këtu. Unë 25 vjet që kam ardhur, unë s'kam bërë një ditë pushimi, sepse tu investu dhe tu drejtu shtëpinë. Kur vje funi, mi e erdhën varrezat, pak na morë 10 lymë tokë, ne prap qetësi, u betoj që s'do ketë më varreza, Tufin. Tani na ngjejmë lajme, ngjejmë ngujthëna që varrezat do shtrehen lart dhe do na marrin shtëpiat. Si të më merret shtëpia mu për të vdekje, ku ka po vakim botë historike kjo? Të nxjerrin gjallë me dhunë dhe të vinë të vdekurit më na. A ka zot për këto njerëz, unë nuk e di. Edhe fëmijët janë të rrit për ditë. Iku e ardhmja fëmijëve tonë iku. U bon varreza, mermer e granit, janë bërë ardhmja fëmijëve. Unë nuk e di. Sipërfaqja e varrezave po vijon të shtohet në drejtim të fshatit. Dhe nëse dikur ishin shumë larg këtij, sot për disa dhjetra metra do të mbërrin shkollën 9-vjeçare. A është kjo normale? Si duhet jetojnë banorët e këtushëm mbi të gjitha fëmijët? 3 lymë tokë, ka 2 lymë mund t'jenë. 2 muaj ka të, se 16 varrime në ditë, 17 varrime në ditë. Për 2 muaj ata mushë, ku të shkojnë? S'ka rrugëzjedhje, se t'jeti rrugëzjedhje mund t'jetë ndryshe. Pa du me hektar, se ku shkoj poplit, dilë në rofëm dilë, dhotej. Ku të shkoju? Dhe 3 kala mëj. Shtish Tufina, që janë 2 fshatra ngjitur me njëri tjetrin, kanë patur një numër të konsiderueshëm banorësh, në maksimum mbi 130 shtëpi. Sot kanë mbetur më pak se gjysma. Më herët zona mbahej me bujësi e blegtori. Sot as njëra dhe as tjetra nuk duken kërkund. Banorët zbresin në Tiranë për punë të rastit, apo presin prurjet e emigrantëve. Fshati është i heshtur, i derdhur mes trishtimit dhe dëshirës për të patur një të ardhme, edhe pse gjërat nuk duken as pak mirë. Unë flas me dhimet e mia, po edhe si ashtu vepër unë nuk është mirë se na trajesi me i piktojt. Me dal, ana gjon vetë shteti, asa gjon vetë shteti e di ai. Edhe kryesori është zotni rruga. Ne nuk ka bërë rruga, s'kemi ka kaluar me smutas, me kuzhons, me mbushë të me varreze, me autobus, hajde me revesh prapa. Kështu që një rrugë zgjidhje do të ma bën shteti për këtë punë. Po ata dinë, ata që na drejtojnë ne. Po na mysin varreza. Një e parë, antena, e dyta, qend. Na kanë pruar dhe qenët këtu. Domethënë është bo si fshat magazin. Mo dobet s'ka mu, qëtë në duket. Do më thonë është e vdekur së lagje, kina maru, në qofë se i kalon ne, i vdekmi kavin vetë, ne nuk kena kundra edhe aty nëse absolutisht. është një diçka që edhe ato dun një vend të caktuar. Po edhe këtu 2 kilometra afër Tiranës. Varrozës një fshat. Ka vene boshën sa dush ku mund t'i qësh. Banorët e kuptojnë dhimbjen e njerëzve dhe padyshim nuk kanë asgjë me ta, por kërkojnë vetëm që autoritetet përkatëse të gjejnë një zgjidhje tjetër, të realizojnë një projekt që nuk u pamundson jetën në fshatin e tyre. Më herët u është premtuar se varreza do të shtrihet në krahun tjetër, se rruga që i lidh do të ndahet nga ajo e fshatit. Të dyja
kanë mbetur vetëm premtime dhe asgjë më shumë. Shumë e vështirë. Se jalli me djallit, jo jalli me të vdekmet. Ne jemi anku gjithmonë, po ku të ankohesh? Varrezat po vinë gjithnjë në dyrë shpivet, se që do të bëhet vetëm i Zotit di. Ankesa janë bë, me sa diun, me sa jemi i informuar. Me sa kemi marrë vesh do të zjerohen prap, do dalin me ton rrugës, do të vinë tu në katun fare, në rrons fshatit. I bi me kap armët se ja do më rrjedh, po prap s'kina për të bënë gjonën e. Se jina në katun i vogël. Po si s'na vika keqër burr. Brez mas brezi duhet vinë varrezat na qisin për shtëpish, si s'na vika keq. Në na vi njerëz, ku ke shpinë të varreza, për nuk patë në i vend tjetër. Që vajta ati, ky shansë në ara. Shansi më i keq, mund të themi. Shteti këtu duhet vënë dorë mbi i. Se ndryshe të shpërngullet fshati më mirë. Le të bëjmë pallate anej, të na heqin që këtu. Përse duhet një vend banuar që duhet patjetër të shembi shtëpinë e të fusi varrat brenda në shtëpi? Kjo është një absurditet. Tu nuk bëhet fjalë Parti Socialiste, Parti Demokratike. Tu bëhet fjalë përse shteti do të zhvarrosi ropt e gjallë, të hesi nga shtëpia, quhet zhvarrim, edhe të fusi vdekurit në shtëpia. Tu nuk ka ligj, tu nuk ka kushtetut, se është turpi botës, kur unë kam vjedhe ta merë falas, ta merë me 1.000 lekë, 2.000 lekë metri katror, kur tjertë kanë miljardat e lekëve. Edhe çfarë bëjnë? Bëjnë atë që neve vetëm me na varros për zgjallëmi, me na fut me gjithë vdekurit. Shumë shtëpi janë rindërtuar në fshat, janë hapur pika të ndryshme tregtimi. Ka përpjekje sado pak modeste për të zhvilluar turizmin drejt kësaj ane të malit të Dajtit. Banorët po përpiqen, por sot ndihen të pafuqishëm përballë asaj që po ndodh e mund të ndodh mëtej me këtë zonë. Ata e ripërsërisin në vazhdimsi se nuk duan të pengojnë apo kundërshtojnë askënd në dhimbjen e tij. Duan vetëm të jetojnë si gjithë të tjerët. Banorët e këtij fshati nuk po kërkojnë asgjë të çuditshme. Duan thjesht që ky fshat të vazhdoj të ketë një të ardhme. Vetëm kaq. Asgjë më shumë. Për Shqipëria tjetër, Marin Mema.